Partinë Demokratike apo me zotin Berisha? Mjafton t'ju përmend faktin që zoti Binaj sot në fushatën e tij është një individ krejt i pavarur, ka ekipin e tij, ka shtabin e tij, ka strategjinë e tij mediatike, ka strategjinë e tij politike dhe është krejtësisht i pandikuar nga interesi qoftë politik i Partisë Demokratike, i Partisë Mundësia apo një partie tjetër, por sigurisht zoti Binaj është përfaqësuesi më i mirë i të gjithë forcave opozitare përballë një kandidature si Ogerta Mansirliu që vjen nga qeverisja. Kur shkoni në terren edhe zhvilloni takime, çfarë bëni konkretisht? Ne kërkojmë votën për pikë pari, kemi takime me strukturat tona, ne kërkojmë votën për zotin Binaj sepse mendojmë që në mënyrë të pakrahasueshme është kandidaturë shumë herë më e lartë, më cilësore dhe që do të jepte zgjidhje problemeve të qytetit Tiranës dhe pa diskutim në fund të ditës e gjithë aspekti logjistik, pra kur vjen puna ke dita e zgjedhjeve, ke komisionerët, ke vëzhguesit, ke garantimi i funksionimit të procesit zgjedhor, pa diskutim do të garantohet nga Partia Demokratike sepse jemi ne forca që e kemi mundësinë për të garantuar atë proces, kështu që pa lënë me njanë as një sekond, as Partinë Mundësia, as Partinë Shqipëria Bëhet, as një forcë tjetër politike, as Partinë e Lirisë, Partinë Republikane, ambientaliste agrare të jashtëzakonshme personale në garën në Bashkinë e Tiranës. Sikur ju të ishit duke garuar sot, cilat do ishin 3 pikat kryesore ku do kishit shumë vëmendje, 3 strategjitë tuaja, që sigurisht do t'ia këshillonin te Florian Binaj, tani si një njeri me eksperiencë si thua që ka hequr në lëkurë gjithë të garën. Aty ku ai e ka nisur, ka kapur një nga gangrenat më të mëdha që kanë qytetarët, çështjen e trafikut dhe parkimit në Tiranë, që është një gangrenë që prek qytetarin e zakonshëm çdo ditë. Pa diskutim unë kam folur për aferat korruptive, është një gjë shumë e rëndësishme, domosdoshme për ta adresuar, sepse shpeshherë jam hasur atëherë kur kam qenë edhe vetë kandidat me pyetjen që po si do ta bësh i transportin publik falas, që ishte një nga premtimet mbase më bombastike në 33 vite pluralizëm deri në vitin 2023, por që fatura ishte fare e thjeshtë, ndërprer pagesat për incineratorin që nuk ekziston në landfillin e Sharrës në Tiranë, shtoje vetëm 1.6 milion euro nga buxheti 250 milion euro në vit i Bashkisë Tiranë, vetëm 1.6 milion dhe i mundsoje të gjithë qytetarëve të Tiranës transport publik falas. Pra kaq ishte gjithë fatura. Unë kam bërë edhe në studion tuaj pjesëtimin për bilet, për qytetar, për çdo muaj etj dhe e kam nxjerrë me kosto reale. Pra, çështjet e transportit publik, çështjet e trafikut rrugor, çështjet e ajrit që ne të majtet djathtë, fëmijë të rritur, të moshuar, të hitim ajrin më të ndotur në Europë, janë çështje që prekin drejt për drejt qytetarin e Tiranës, qytetarin e zakonshëm. Papastërtia është një problem tjetër që lidhet edhe me çështjen e inceneratorit të Tiranës, sepse kemi një qytet tmerrsisht të papastër dhe kemi një qytet i cili nuk pastrohet në mënyrë permanente dhe që vijojmë paguajmë të paktën 14 milion euro në vit si taksapagues të Tiranës për të pastruar qytetin, por problemet janë nga më të shumtat në Tiranë dhe jam i bindur që zoti Binaj bashku me aq informacion sa ka mund, me grupin e ekspertëve që ka arritur deri tani të mbledh dhe me ekipin e tij, jam i bindur që do t'i japë zgjidhje problemeve nevralgjike që ka sot qytetari i zakonshëm i Tiranës. Mos harroni, fuqia e shtuar në këtë garë edhe e zotit Binaj, edhe e kandidaturës që mbështet opozita është fakti që zoti Binaj vjen si një qytetar i zakonshëm. Pra nuk është një politikan që shpesh herë keni parë në studio televizive duke debatuar, duke tentuar të fitojë argumentin politik, duke tentuar të mbush mendjen qytetarit për të marrë mbështetje për forcën e tij politike, por jo, zoti Binaj është një individ, një qytetar i zakonshëm si krejt gjithë qytetarët e tjerë, i cili vjen me hallet, me po të njëjtat halle, probleme që ka qytetari i zakonshëm i Tiranës. Dhe që i njeh shumë mirë. Mund të ai të përballet me një makineri shumë të mirë funksionale të Partisë Socialiste, e cila është një ushtri e tërë shumë mirë e përgatitur dhe e aftësuar në zgjedhje dhe procese të tilla zgjedhore. Se çfarë është Partia Socialiste, këtë e dim të gjithë, e di zoti Binaj, e dim ne që kemi vuajtur në kurriz disa herë dhe e di edhe qytetari i zakonshëm i Tiranës edhe shqiptar. Pa diskutim që kjo makineri elektorale e cila vajiset me lekët e korrupsionit të fituara nga kjo qeveri dhe me të gjitha kontratat korruptive, koncesionare, e tendera etj, do të vihet në funksion kundër zotit Binaj dhe unë madje e kam parë deri para një jave se zoti Binaj shpallte kandidaturën. Në të gjitha mediat e qeverisë mund shihet vetëm lajme pozitive për zotin Binaj. Ditën që ka shpallur kandidaturën, të nesërme kam filluar edhe zotin Binaj ta bëjnë me bish do ta bëjnë ndonjë ditë dhe çfarë nuk do të shpifin kundra tij. Pra unë këtë arrit ta kuptoj dhe parat që hidhen për të hedhur balj, për ta goditur, për të spinuar lajme që janë të pavërteta etj. Por të mbetemi ke thelbi. Patjetër ne jemi koshient për këtë makineri elektorale, ne jemi koshient që në Shqipëri nuk ka zgjedhje, po ka farsë elektorale. Mjafton shihni edhe kërkesën tonë ditën e djeshme në konferencën e kryetarëve që është diskutuar nga ana e Partisë Demokratike për të ngritur një komision hetimor për të hetuar farsën elektorale të 11 majit.
në vijim të atyre rezolutave ndërkombëtare nga organizatat më të mëdha të djathta të botës që paralajmëruan para 11 majit që në Shqipëri do ndodhte një farsë elektorale dhe vijuan ta konfirmojnë pas 11 majit që në Shqipëri kishte farsë elektorale. Jo, SBU diri sikur po vonon që t'i jap